Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah është i bukur dhe e don të bukurën, e don rrobën e bukur, e don këpucën e bukur, e don pamjen e bukur. Allah është i bukur dhe e don kur një rob i tij vishet bukur, pastrohet dhe një ka një pamje të ëmbël dhe të mirë, gjithsesi se Allahu e don këtë. Andaj nuk është kryelartësi pse njeriu vishet bukur, kemi thënë në takimin e parë, të mendjemadhsinë. Nuk është kryelartësi dhe mendjemadhsi nëse dikush blen këpucë të mira dhe të shtrenjta për ta ruajtur këmbën e tij dhe për ta pasur një pasqyrim të bukur para njerëzve. Mendjemadhsia është ajo që buron nga zemra për t'i nënçmuar njerëzit dhe për ta ngritur vetveten. Andaj pejgamberi alayhis salam tha që rroba që e vesh nuk është mendjemadhsi, por është refuzimi i vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve. Gjithashtu, pejgamberi alayhis salam lutej: O Allah, na bëj falendërues për mirësitë e tua. Na bëjmë të të lavdrojmë për dhuntit e tua që na i ke dhënë neve. Dhe ne i pranojmë ato, andaj na i plotso ato begati. Gjithashtu transmetohet nga Malik ibn Gjushemiu, tregon: shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e kisha veshur një rrobë të vjetër, një rrobë e cila nuk ishte pamje të këndshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyeti, tha: a ke pasuri? Unë ju përgjigja: po. Ai më pyeti: çfarë lloj pasurie ke? Tha: unë kam pasuri prej deveve, deleve, kuajve dhe kam edhe robër. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: përderisa Allahu azza wa jall ta ka dhënë gjithë këtë pasuri, Allahu dëshiron që gjurmët e mirësisë dhe bujarisë së tij që ti ka dhënë ty të tregohen dhe të shfaqen tek ti. Andaj nëse Zoti të ka jap diçka prej pasurisë, nëse Zoti të ka jap diçka prej mençurisë, nëse Zoti të ka jap diçka prej dallueshmërisë me të tjerë, atëherë shfaqe edhe tregoje jo si rezultat i mendjemadhsisë, por si rezultat i falënderimit Zotit ndaj begative me të cilat ka pajisur ty. Për këtë arsye, të nderuar vëllezër, gjeneratat e para e kuptuan këtë mendim, e kuptuan këtë ide që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam donte ta fuste tek sahabët. Andaj, për ndonjë begati që kishin, mundoheshin që t'i tregonin njerëzve të besueshëm për ta falendëruar Allahun